Për sa kohë sa ishin brenda shtëpisë së famshme në Shqipëri, nuk është se kishin ndonjë marrëdhënie të mirë. E kemi fjalën për fenomenin dhe fituesin Gjestin dhe banoren që ranë në sy më njëherë për karakterin e saj Danja. Nga marrëdhënia e tyre brenda shtëpisë, u duk se sapo të mbaronte spektakli, ata nuk do kishin më kontakt me njëri tjetrin, por me sa duket që nga e kundërta. Gjesti dhe Danja e kanë vazhduar shoqërinë e tyre jashtë shtëpisë së famshme në Shqipëri. Së fundmi Danja ka përfunduar me sukses rrugëtimin e saj në moderim, duke përmbyllur sezonin me një tekst falendërues në Instagramin e saj. Siç duket, kjo i ka pëlqyer Gjestit, teksa po do vëmë re në pëlqimet e postimit, Gjesti është ndër të parët. Kujtojmë se Danja ka zyrtarizuar lidhjen e saj me Redin dhe po e shijon në maksimum atë, duke shijuar pushimet në jug të Shqipërisë, ndërsa nga ana e Gjestit, lidhja e tij me Eglitakon nuk dihet se si po shkon. Fanset e tyre janë të dyzuar. Disa mendojnë se lidhja e tyre po vazhdon në fshehtësi të plotë, ndërsa disa mendojnë se ata i kanë dhënë fund lidhjes një herë mirë. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.